Pas një kohe të gjatë, Inspektoratit Shtetëror të Tregut në Tetov dhe Gostivar u është kujtuar që të bëjnë kontrole nëpër lokale hotelerike për të parë se sa i plotësojnë kushtet këta lokale për të punuar dhe për të marrë licencë. Kontrollet janë zhvilluar gjatë ditës së djeshme në territorin e Tetovës dhe të Gostivarit. Nga policia njoftuan se dje në ora 10 deri në orën 15 zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme në Tetov dhe policia e Gostivarit në bashkëpunim me përfaqësues nga Drejtoria e Policisë Financiare, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë kryer aksione kontrolli dhe kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete të koordinuara që kanë për qëllim kryerjen e aktiviteteve për ndërhyrje në veprimtari të kundërligjshme kriminale që kryen nga objektet hotelerike në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, me synim prioritar të frenimit të tregtisë së paligjshme të drogës, ndërmjetësimit të prostitucionit, pastrimit të parave, krimeve korruptive nga zyrtar të punësuar në institucionet shtetërore që lidhen me veprimtarinë e paligjshme të subjekteve që kryen veprimtari hotelerike dhe veprimtari të tjera të paligjshme. Janë kryer kontrole në 16 objekte hotelerike, në Tetov 10 dhe Gostivar 6, ku janë konstatuar një sër parregullësish dhe ndaj tyre do të përgatisim parashtresa përkatëse nga Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ndërsa në Tetov nga Inspektorati Shtetëror i Tregut janë mbyllur 2 objekte hotelerike. Gjatë ditës së djeshme kemi insistuar gjatë kohë që të bien në kontakt me personat udhëheqës në Inspektoratin Shtetëror në Tetov, por nuk kanë dashur të japin deklarata për media, për arsyetimin se nuk u lejon qendra të prononcohen për media.